Bismillahirrahmanirrahim. Kalendari I kësaj dite tregon 1 Muharrem 1448. Pra sot, zyrtarisht marr ummeti Islam ka hyrë në një vit të ri. Pra jemi thujse në zemër të shekullit të 15, pas emigrimit të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam nga Mekka e dashtun dhe e shtrenjtë drejt Medinës së ndriçuar me dritën e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Mirë, sado që ne të flasim për ngjarjen e hijretit dhe për këtë ndodhi shumë të madhe, patjetër që nuk jemi të aftë për t'ia dhënë hakun siç duhet. Mirë po, patjetër që me rastin e kësaj dite të madhe, që gjithsesi është edhe fillimi I një muaji të ri të shenjtë, lejoni që të them disa fjalë, disa mesazhe për veten time dhe për të gjithë, e veçanërisht për djemtë të ri, për rinin, për vajzat e reja, për fëmijët tanë. Mendoni për pak të dashur në të shtrenjtë, pejgamberin alayhi salatu wasalam, më të mirin e krijesave të Allahut, më të mirin e gjithësisë. Atë që Allahu azza wa jall e ka dërguar, është I dërguari I tij I posaçëm për mbar racën njerëzore. Dhe në një moment të jetës së tij e gjen veten që pas shumë vitesh, për kushtimi, për pjekjesh, angazhimi ditë-natë, për t'ju mësuar njerëzve rrugën drejt dashurisë së Allahut, për të treguar se errësirat nuk janë zgjidhje, dhe se drita e Zotit, ajo është alternativa që e merr njeriu për t'u lartësuar në gradën e të jetuarit dhe të dëshmuarit si mëkamsi I Zotit në tokë. Përfitoroni për pak atë zotni që pas shumë vitesh e gjen veten të rrethuar nga arroganca, mendimallësia, ignoranca, idhujtaria e një populli që tashmë kanë vendosur që ta zhdukin nga faqja e dheut, ose ta vrasin, ose ta dëbojnë, ose ta syrgjynosin, në mënyrë që njerëzit mos të kenë më mundësi me dëgju prej Zotnisë së tij. Dhe Allahu azza wa jall që e udhëzon që të largohet nga Mekka. Mirë po, si të largohet nga Mekka? Ai vend I shenjtë, edhe ai vend I dashur, vendlinja e tij. A ka më të dashur për njeriu se sa vendlinja e tij? A keni vënë re, sidomos ju të dashur të shtrenjtë, që jeni në emigracion dhe sa të shumë të jeni, që ju dhem zemra, ju dhem shpirti, ditë-natë, për tokën tuaj, për vendlinjen tuaj, për kujtimet e fëminisë, për pragun e derës, për nanën e babën. Ju që për shkaqe të shumta të ngjashme, me ato që e detyruan pejgamberin alayhi salatu wasalam të largohet nga vendlinja e tij, jeni detyruar të largoni nga vendlinja e juaj. Disa për jush keni dëgjuar një ditë se nana ka ndruar jetë. E dikush ka thënë që baba ka ndruar jetë. E dikush edhe halleve dhe derteve të jetesës tuaj I shtohet edhe mungesa e të shtrenjtëve. Përfitojeni veten tuaj përpara kësaj pasqyre të madhe, krahasimore, dhe vendoseni veten tuaj në pozitën e besimtarit, durimtarit, sakrifikuesit, dhe shihni me sytë e zemrës pejgamberin alayhi salatu wasalam që detyrohet të largohet nga vendlinja e tij për një kauzë më të shtrenjtë në kauzave të jetës, për një çështje që është më e rëndësishme, më e shenjta, më e plota, për të cilën njeriu mund të sakrifikojë, e të përkushtohet, duke marrë në konsiderat edhe momentin e dhimbshëm të largimit me sy të përlotur nga vendlinja e tij e shtrenjtë e dashur. Dhe shihni pejgamberin alayhi salatu wasalam në një udhëtim të lodhshëm dhe plot të vështirësi dhe sakrifica që largohet drejt Medinës së ndriçuar. Dhe kuptoni, sidomos ju djemë të ri dhe vajzat e reja, që jo gjithmonë kur për një arsye një tjetër ju e shihni veten tuaj të rrethuar nga sfida dhe sprova që gati dojnë me ju marrë frymen, dojnë me ju lëkund besimin dhe vendosmërinë tuaj. Mendoni se zgjidhja është largimi, ku të shkoni, me çfarë do të përballeni. Në fakt, zgjidhja është me bë hijret brenda vendit, mos me elshu rrajen edhe tokën, edhe tabanin, edhe pragun e shtëpisë. Me luftu dhe me u përpjek me të gjitha forcat, e me drejten e Zotit me të gjitha, me çdo përpjekje që don me të largu ty dhe me të zhgull nga vendi jote, toka e jote, që don me të marrë rinin, që don me ta vrarë rinin,
që don me të vra shpresën, e don me të vra ëndrrën, me u përpjek siç pejgamberi alayhi salatu wasalam për kauzën e tij të shenjtë. Për jetën tënde, për rinin tënde, për tokën tënde, për ëndrrën tënde, për alternativat për të cilat ti don të sakrifikosh për më të mirën në këtë jetë, si besimtar, si durimtar, si sakrifikues. Me ba hijret, siç pejgamberi alayhi salatu wasalam që largohej nga vendlinja e tij drejt Medinës, me ba hijret brenda vendit tonë. Mos me lshu pe në kërkimin e të drejtave. Mos me lshu pe në përpjekjen e vazhdueshme për të gjetë më të mirën, sepse asnjëherë nuk mbyllen dyert e shpresës për te përpjekjeve të shumta të shejtanit të mallkuar për t'ia zizuar jetën njeriut e besimtarit në veçantë. Për herë ka shpresë, sepse kur e lidhim mendjen edhe zemrën edhe shpirtin ton me krijuesin fuqiplot, krejt taborrat e shejtanëve të botës, e të historisë e njerëzimit, e të historisë së krejt gjithësisë, po të mblidhen, nuk mund të qëndrojnë përpara besimtarit të vendosur, e të dorëzuar para kaderit të Allahut Azza wa Jall, siç errësirat nuk mund të qëndrojnë para rrezës më të vogël të diellit teksa nis të agoj dhe të ndriçojë çdo gjë për rreth në realitetet e një vendi dhe një shoqënie. Kështu të dashur të shtrejt, me që u ndërmend pejgamberin alayhi salatu wasalam që ishte njëri luftarak, por ishte luftarak i ndershëm që përpiqej dhe luftonte për kauzat e drejta. Edhe ti me luftu dhe me u përpjek për kauzën më të rëndësishme të jetës sane, për besimin tënd, për lirinë tënde, për riskun tënd, për halallin tënd, me rujt ujin e fytyrës, me rujt moralin, me rujt dertin e asaj që është e shenjtë në jetë. Mos me e leju veten që për një kafshat a një kothere buke, me rrëshqit në rrjedhat e devijimit, e të çthurjes, sepse kështu don shoqënia ose kështu është shoqënia. Në fakt, shoqënia jemi unë dhe ti. E kur unë dhe ti lejojmë që të prishet ajo që është ndërtuar me besim dhe dritën e Zotit, patjetër që shoqënia do të prishet, do të njolloset nga gjurmët e harameve që mund të bëjmë unë dhe ti, Zoti na ruaj. E nëse unë dhe ti përpiqemi që moralin e besimit, e dritën e besimit ta përqojmë në çdo hap të jetës sonë, sado e errët që të jetë tabloja me të cilën ne përballemi, ajo do të fillojë dhe do të hirtësohet, do të pastrohet, do të ndriçojë me dritën e besimit që unë edhe ti martim në zemrat tona. Dhe përfitoroni për një moment pejgamberin alayhi salatu wasalam që mbrin në Medinë, në qytetin e Yathribit, që nga ai moment e merr emrin e famshëm edhe shumë të dashur për zemrat e gjithë secilit për nesh, El Medinatul Munawwara, qyteti i ndriçuar. Si të mos jetë qyteti më i ndriçuar i historisë së racës së njerëzit, përderisa në të ka shkelë dhe ka mbrit dhe ka jetu dhe ka banu dhe ka vendos që të zhvilloj aktivitetin e tij. Madje dhe që i lutet Allahut Azza wa Jall që edhe kur t'ja marr shpirtin të vdes në Medinë, si të mos jetë qyteti më i ndriçuar. Mendoni për pak gëzimin e njerëzve që thirrnin më të madhe, Tala al-Badru alejna, Allah Allah, u shfaq hana në mesin ton. Hana e gëzimit, hana e besimit, e hana e shpresës, e hana e dashnisë, e hana ma e mira e ma e bukura. Han që është shfaq ndonjëherë mi faqen e dheut. Kështu, duke përfituar mikpritjen e sahabëve dhe njerëzve bujar, ensarve zemërgjan të pejgamberit alayhi salatu wasalam, në këtë ditë e në këtë përshpirtje, e në këtë përkujtim të kësaj ngjarje të madhe, le të bahemi gjithë secili për nesh ensarët e fesë Allahut Azza wa Jall. Le të bahemi mikpritësit e fjalës së Allahut në zemrën tonë. Dhe ka një koincidencë. Pash para disa orësh, ceremoninë e ndrimit të perdes mbulesës së Qabes së Mallnueshme. Dhe po shikoja me vëmendje atë ceremoni madhështore, është një ceremoni që na fton për të ndjek me vëmendje çdo hap. Edhe thash subhanallah. Qabja në fakt është një ndërtesë guri. Është një ndërtesë e ndërtuar nga dora e njerëzit. Edhe ajo mbulesë është një mbulesë e krijuar, e ndërtuar, e prodhuar nga dora e njerëzit. Patjetër e qepur me ar, me fije ari, me kadife, me patjetër. Po mendoni për pak. A ka qabe më të madhe se sa ti, se sa zemra e jote? A ka qabe dhe pikë referimi për
jetën mbar se sa zemra e jote, në të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendos të shoh me dritën e tij e me mëshirën e tij për ta ndriçuar atë zemër. Kujdes, ajo zemër e ka një pëlhur që e mbulon dhe që ka nevojë të ndrohet her pas here. E ndrimi më i mirë që i bajmë pëlhurës së zemrave tona, plot besim, është istighfari, dhikri i Allahut azza wa jall. Po ndrohej mbulesa e Qabes dhe thash subhanallah, sa mirë do të ishte që gjithë secili për nesh në mënyrë sistematike t'ia ndronim mbulesën e zemrës, se mos është pluhuros, se mos nga prejket e shumta të duarve të aktivitetit të përditshëm ka marrë mikrobe, e ka nevojë për të shkuar, e për të pastruar, e për të hyrë në huzur të pastrimit, të cilin Allahu azza wa jall e don, e njëkohësisht don ata që pastrohen, njerëzit e pastër. E janë të dashur të shtrejt që në kuptimet edhe për shpirtin e hijretit të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam të bëjmë një revolucion të madh në jetën tonë, për të ndryshuar nga realiteti ku jemi në më shumë e më mirë, e më afër Zotit, e më afër besimit, e më afër vlerave, e moralit, e më të lidhun në familjet tona për të ruajtur tabanin ton, për të ruajtur vlerat tona, e për të lartësuar nëpërmjet besimit ton drejt asaj për cilën Allahu i madhruar është razi për ne. Me zemër të mirë, fillimin e vitit të ri 1448. Allahu ju dash dhe ju bekatoft.